e dha një mesazh për shqiptarët, i veçantë për shqiptarët. Ne si palestinezë unë flas, ne si palestinezët përpara 80 vjet pas luftën botërore kemi hap vendin tonë këtu për qifutat, për izraelianat, nga zemra e mirë që kemi, nga mirë pritja, kemi hap për ata vendin tona, për të largojnë nga zulumin që ishin në Europa, në Gjermania, nga holokosti, nga tjetra, edhe sot ky si përgjigjet Izraeli edhe qufutve për hajrën që kemi bërë. Kjo është për ju o shqiptar, edhe për mua si shqiptar. Edhe ne në Shqipëria kemi hap vendin tona, kemi ndëmu ata, edhe kanë ardhur deri këtu, s'ka problema. Por tani ata po kthehen në Shqipëria. Mos hapni vendin për ata, ku njerëz nuk janë për tani në një vend rahat. Futen si shkreta gjunafat, edhe fund fara shikoni çfarë ne vrasin një nga një. Kodesni shqiptarët, ruajmë vendin, mos leni shitanin në tokën juaj. Miropafshim.